Tomor Mbrahushi është tetasi 42 vjeçar i cili përballet me sfida të shumta për të siguruar jetesën. I mohuar nga prindërit e tij biologjik, Tomori për pak vite gëzoi fëmijërinë me prindërit adoptues, të cilët ndryruan jetë shumë shpejt. I gjendur pa përkrahje dhe familjar prej viti 2008, ka zgjedhur të jetojë në Shkodër, por mendjen e ka në vendlindje, aty ku ka dhe shtëpinë e tij, por të pabanueshme për shkak të amortizimit. Problematika është që unë të përfillem se të gjithë njerëzit. Mos kemi përballje, mos kemi diskriminim, të jem të barabartë si gjithë qytetarët. Bëj thirrje që kush ka mundësi na biznesmenat të ndihmojnë, se unë jetoj me shtëpi shkatëror me lushnje. Me siguru jetesën as punë s'kam tani për tani. Me 100.000 lekë invaliditet, unë nuk shikoj dhe në syt, jam me strapizëm, kam bajt në çdo institucion. Tomori tregon se është edhe në kërkim të prindërve biologjik. Sani dhe kastriot sholla. Çdo gjë ja pa nënës time në jetë, se çdo nën e ka pas si hall, ose mund të ketë në fal për shpresë ka motor, ose ka qenë dashuruar me babën tim, po të paktën një telefonat anonim bëhet. Se mos më gjet me njoh dhe unë nënën biologjike që më kam nxjerrë në jetë. Ndoshta nëna ime ka pas si hall në jetë, po tash kush është nën që braktis fëmin? Që me lënë ndër modernitetit e Elbasan dhe me ikë. Paktën të kishte bërë abortim, të kishte heqë, mos të kishte lënë për me vujt. 42 vjeçari ka një thirrje për të gjithë qytetarët apo bizneset që mund ta ndihmojnë. Përmes kësaj komunike unë kërkoj që te ai numri i banit që kam paraqit ke media juaj, të më ndihmoj kush ka mundësi ndash pak, jo shumë, se tani nuk më vim njerëzit në detyrim. Të kem dhe unë një mbijetesë të hajrit, që të ngop një bark me bukë, nuk po luftoj për pasuri të madhe.